Këtu ke një instalacion shumë të unik, e krijuar si një form arti, por këtu janë fokusuar të gjitha municionet dhe kalibrat që përdori ushtria në gjitha periudat, që nga Traktati i Varshavës deri në vitet 2000, që pastaj filluam një proces demilitarizimi. Nga vitet 2000 ne fillojmë 2007-2008, marrim iniciativën që të që të heqim një sasi të tepër të municioneve, edhe koha, edhe mosha e atyre dhe prodhimit është e vjetër dhe municionet kanë afate përdorimi. Vjen një moment që ato do zvendësohen me parti të reja. Stoqet në depot e armatimit shqiptar janë 182 rajone në gjithë Shqipërinë. Numërohen diku te 900, gati 1000 depo, tunele me municion. Vetëm në zonën e Ndroqit kanë gjetur diku te 3800 ton municion, që është lagje e re, 18 tunele me municion që kam shërbyer aty. Çfarë karriere keni pasur ju zoti Celibashe? Unë e kam filluar në vitin 2000, karrierën ushtarake, kam futur student në Akademinë Ushtarake, kam studiuar për artilier kontraajror, të gjitha kalibrat e topave kontraajror, kam shërbyer, titullohem oficer në vitin 2003, marr gradën e 9 togerit dhe shërbej në raketat e drejtuara Tok-Hajër, SAM-2. Jam deri në vitin 2008 jam kryeteknik i gabinës koordinatave me raketën SAM-2. Më pas kaloj në detyra të tjera, marr gradat sipas etapave, sipas kohës. Kryej shkollimet e duhura në Akademinë Ushtarake Skënderbej, gjitha etapat e shkollimit dhe e mbyll karrierën time në vitin 2022 dhe kaloj në rezervë, në gradën major. Keni pasur në trashëgimi, në familje? Po patjetër. Xhaxhai jon ka qenë oficeri i lartë, ka shërbyer në ishullin e Sazanit, ka jetuar me familjen e tij në ishull, me 3 fëmijët edhe bashkëshorten, ka qenë shefi i Xhenios, i ndërtimit të gjithë asaj baze të mrekullueshme atje. Ka shërbyer në shumë pika, kemi familjar të tjerë ushtarak, të fisit ton, edhe gjyshi, që ka qenë partizan, që ka qenë gjatë luftës së dytë botërore, ka dalë edhe ai nga ushtria me gradë kapiten, dhe kulmi i gjyshit tim ka qenë që ata kanë marrë pjesë për largimin e okupatorit nazist deri në Vishegrad, që është sot në Bosnjë e Hercegovinë, që kanë qenë brigadat partizane që u futën deri në territorin e Jugosllavisë në atë kohë. Edhe mbresa në moshën 6 vjeçare kam qelluar për të parë me pushkën gjermane Mauser. Ajo ADN-ja që ka shqiptari me armën gjithmonë i fokusuar, vitet e mbrapshta, 90-ta, 97-ta, me armë. Po më bën përshtypje, për shembull 90-ta, 97-ta, pse nuk ju ushqeu ju frymën e largimit nga Shqipëria, por ju mbajti këtu? Pak më vonë, në 97-s fillon konflikti me Kosovën, dhe mua në memorien time më ka ngelur një gjest i Mati që një ditë të bukur më thotë çau, merri armët se do shkojmë në Kosovë të luftojmë. Dhe ishte për mua, kur e mendoj sot, më la goxha mbresa, sepse nga territori Skraparit ti thuash fëmijës që çau se do vëmë të luftojmë në Kosovë, sepse po bëhet luftë, janë shqiptarët në konflikt, më ngeli në psikozën time edhe sot. Aq, vetëm një fjali të shërbene që të orientoj gjithë drejtimin e jetës tënde. Në njerë të rinjt vetëm një fjali dhe u jep atë drejtimin e duhur që duhet marrë në jetë. Sepse i ngacmon atje ku ata kanë nevojë. Ja, si fjala e babait tuaj që ju bëri që të jetonin përgjithmonë këtu, apo jo? Nuk e keni menduar ndonjëherë largimin? Jo, nuk e kam menduar largimin sepse populli jon ka edhe ato fjalët e urta popullore që guri rënd në vendin e vet. Dhe sado që ne të marrim rrugët e emigrimit, ose të marrim drejtimet e largimit. Përsëri, të parët tanë janë këtu, janë në Shqipëri dhe nëse nuk e bëjmë ne Shqipërinë, nuk do ta bëjnë të huajt për ne. Ata që do vinë ose ata që do emigrojnë dhe do ta ndërtojnë. Sa që duam ne këtë vend në breza, në shekull, nuk do ta dojë njëri. Sepse ne jemi shqiptarët që kemi jetuar me mira vite këtu, autokton.
Më duhet të theksoj që gjatë karrierës suaj një kontribut të jashtëzakonshëm keni dhënë edhe në demontimin e armëve në Gërdec pas shpërthimit, a jam e saktë? Po, është e vërtet. Mbas aksidentit tragjik që ndodhi në depon e çmontimit ose në rajonin e çmontimit në Gërdec, unë në atë kohë kam qenë shefi sigurisë për rajonin e armatim municionit në batalionin e armatimit në Pez Helmis. Dhe u angazhua, strukturat ushtarake në atë kohë u angazhuan të gjitha në këtë aksident tragjik që ndodhi. Me urdhër të komandantit tim, kaloi komandant operacioni në operacionin kthim në normalitet, që ishte operacioni pastrimit të Gërdecit, ku ishte pala britanike dhe amerikane, që ishte kompania EO Dissolution që pastronte zonën në atë periudhë, dhe unë kaloj komandanti operacionit të palës tonë që bënim sigurimin dhe ruajtjen e zonës nga problemet e ndryshme në zonë. Gjithçka përfundoi me sukses demontimi, kishte ju kujtoi ndonjë gjë që ishit në ankth, ishit ka pasur momente gjatë asaj periudhe që në të gjitha operacionet tona, sidomos sepse ka qenë pjesë e demilitarizimit ose dhe demontimit, në të gjitha operacionet tona shkalla e seriozitetit dhe e përgatitjes ka qenë shumë e lartë, sepse ke të bësh me element të paplasur, ke të bësh me të papritura, janë elemente nuk pati asnjë incident. Jo, gjatë kohës që unë kam shërbyer nuk pati. Ka pasur incidente sporadike me hyrje banorësh, momente e vjedhjes, sepse atje ishte një sasi shumë e madhe bronzi nga gëzhoja, diku te 350 ton bronz që magazinoi, dhe ishte një metal i lakmueshëm për kohën, për elementet synonin e të ta merrnin, edhe pse ajo shkaktoi aq shumë viktima. Edhe një sasi shumë e madhe predhash që ishte magazinuar aty nga pala britanike, amerikane, që kishin kontratë. Pastaj u çmontua gjithçka. Po, çdo gjë kaloi në proces zinxhir, biles ato element që ishin të rrezikshëm u goditën me fundet e gëzhojave që kanë një, sidomos gëzhojat e artillerisë, kanë një ndezës, një fishek, një kapsol ndezëse, u goditën me plazma të gjitha, me element elektrik, saldimi që të mos i kishin këto elementet e rrezikshmërisë, sepse do kalonin në procese shkrirje, në procese do shiteshin, sepse u magazinuan në depot e ushtrisë komplet. Biles këtu, në këtë depo ku është ndërtuar muzeu, ne sollëm diku te 400 ton copa predhash, hekurit, shpërthyera nga Gërdeci, që u magazinuan këtu, në këtë zonë. Dhe pastaj, si funksionon me to? Me predhat, çfarë ndodh? Ato kalojnë ato proceset ekonomike që bën Ministria e Mbrojtjes. Nuk është i profilit që ne kemi pasur. Ne mbaronim misionin dhe aty ishte. Në momentin që u pastrua zona, u pastrua një zonë prej 33.000 metrash në zonën e Gërdecit, 6 metra thellësi toka, u sit, u pastrua, u certifikua, sepse kanë kalon një proces certifikimi, u mboll me ullinj, u bën ceremoni dorëzimi, një monument për viktimat, sepse është e vërtet që atje u vran, humbën jetë njerëzish. Dhe ushtria për periudhën që kreu këtë emergjencë, operacion emergjent, dhe doli me sukses dhe mbylli me sukses. Jeni të përgatitur për operacione emergjente? Patjetër. Patjetër. Këtu shikoj që është një gëzhoj Bosche 122 mm. Ka diçka që është e Gërdecit këtu? Është kjo gëzhoj Bosche, kap këtë. Okej. Kjo është 122 mm, dhe është topi të buzëk. Ka diçka të Gërdecit këtu? Po pothuajse të gjitha këto kalibra kaluan në Gërdec në procesin e demilitarizimit atje që ndodhi dhe aksidenti, sepse siç e thash, shkalla e përgatitjes dhe e procesit të demilitarizimit është një etapë që në ushtri vetëm profesionistët e bëjnë. Ne kemi sot grupin EOD që është në batalionin e Xhenios, janë specialistë, ata shërbejnë sot në Letoni, në krahun e NATO-s që është përqendruar Letoni, për krah me palën kanadeze, polake, dhe kemi elementet më profesionist të kësaj arme, të këtij shërbimi që janë atje në mision. Plus që kemi dhe elementet që për çdo gjetje, për çdo të papritur,
Ne edhe kur vinë shkollat që bëjnë ture, u japim atë informacionin e parë për rrezikshmërinë e këtyre municioneve, sepse në një ekskursion mund të hasësh me një prez të luftës dytë botërore. Territori shqiptar ka qenë zonë konfliktesh, gjen një granat, veriu, kalon një proces çminimi sepse pala serbe minoi kufirin me Shqipërinë. Edhe shumë fëmijë, se ata janë kurreshtarë edhe nuk e dinë, i ngacmojnë, gjymtohen, kemi shumë raste të tilla. Dhe EOD-ja që është një degë forcave të armatosura është ajo që merret me demilitarizimin. Interesante është që në Gërdec, në periudhën që unë shërbeja, kishim një sasi të madhe djegoresh të magazinuara. Djegoret janë elemente shumë të rrezikshëm në artileri. Janë me lëndë iniciale të ndjeshme, me mekanizma, me fije argjendi që i mban një thërmir ere, ato shpërthejnë. Ne kishim sasi shumë të madhe të magazinuar atje, që ngelim pas shpërthimit, e mbuloj shpërthimin edhe i kemi nxjerrë të gjitha dhe djegorja, është kjo djegorja, këto janë djegoret e artillerisë. Këto, që me këto shpërthejnë preda, pa këto predat janë të padëmshme. Vetëm këto e shpërthejnë. Ka djegore me goditje, djegore fundore, djegore me kohë, me komatës, që shpërthejnë me kohë, që e përdor artilleria kontrairore. Kjo është një predhe pa armatosur. Kjo 122-shi. Në qoftë se i vjet djegorja predhës, quhet armatosur dhe kalon në një fazë tjetër. Duhet detyrimisht e armatos, nuk bën qitje, do ta asgjësosh. Të gjitha djegoret e Gërdecit me rregulla teknik duhet ta asgjësoshin atje. Por që ne nuk mund ta bënim një proces të tillë në një zonë aq të nxehtë ku pati viktima, sepse nuk parashikohesh të bëhesh shpërthime në Gërdec. Mbas shpërthimit të madh. Mbas shpërthimit të madh ishte një sipërmarrje e madhe ku atje ku vranë fëmijë. Por që ushtria aq e specializuar bëri transportin me masa të rrepta sigurie, e shoqëruar me policinë e rendit, me policinë ushtarake, kemi bërë transportin dhe i kemi asgjësuar të gjitha në poligonin e Bizës, Martanesh. Atje i kemi hedhur ne të gjitha. Sa kohë zgjati gjithë procesi? Unë denta gati 2 vjet e gjysmë në operacion, po zgjati nga shpërthimi deri në dorëzimin e plot të zonës, që diku te 2013-2014 u dorëzua si zonë. Kam një granat, mund ta marr këtë granatën? Deri te dera. Jo, ai personi është jashtë. Me këtë granat edhe pak më humor, po e mbyllim gjithë tregimin për Muzeun e Forcave të Armatosura me ftesën që të vini ta vizitoni, sepse është një muze unik, jo vetëm për shumë periudha që tregon, por sepse ka edhe tregues shumë të mirë, siç është zoti Celibashi. Faleminderit shumë që na shoqëruat. Faleminderit juve për emisionin. Faleminderit shumë. Gjithsesi.